Në Milano po mbahen lojrat olimpike dimërore 2026. 2900 atlet nga më shumë se 90 vende konkurojnë përgjithsej 116 medalje ari, argjendi dhe bronzi. Deri më tani, Norvegjia mban vendin e parë me 5 medalje ari në të gjitha disiplinat, 1 medalje argjendi dhe 3 medalje bronzi. Në vend të dytë renditet Zvicra me 3 medalje ari, 1 argjend dhe 1 bronz. Në vend të tretë Italia me 2 medalje ari, 2 argjendi dhe 6 bronzi. Japonia, Suedia, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania kanë nga 2 medalje ari secila, ndërsa Austria, Çekia, Franca dhe Holanda kanë nga 1 të tillë. Shtete të tjera si Kanadaja, Kina, Korea, Zelanda e Re, Polonia, Slovenia, Belgjika dhe Bullgaria kanë medalje bronzi apo argjendi, ndërsa luftojnë për 1 medalje ari. Shqipëria përfaqësohet nga 4 sportistë në disiplinën e skive alpine: Lara Kulturi, Deni Xhepa, Semire Dauti dhe Lisa Brunga, që kërkojnë të ngrenë lart flamurin kuqezi dhe të rrëmbejnë edhe pse jo 1 medalje.